I thonë një fjale, vdis pa të dua. Sa të doja I dashur Fatos të uleshim sonte në një nga ato darkat tona të rralla të viteve të fundit, plot me shijen e ajrit pastruar mes nesh, e t'i kalonim deri vonë në atë revistën tonë të ngjarjeve e të personazheve të ndryshëm, tërë që tha e që shkrua për ty, qysh se doli lajmi që këtë herë ti ike për gjithnjë. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor burri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndër rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshim pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh, që nuk do t'i hapësh më sytë. More deri dhe ata që t'kallën burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke t'mallkuar si vrasës, e që t'i lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zezat e gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur, fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen, që si jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Po ndërkohë, në vend se të qeshja ca me ty sonte, mua më duhet të rendis fjalët e një lamtumire, të cilën, të them drejtën, nuk e imagjinova do të fare hiç, as pasi miku ynë Solis më shkroi me keqardhje të madhe se kishe hyrë në një koma irreversibile. Mendova të qast vetëm gruan tënde të paepur, Gjojnë, që do të vazhdonte të rrinte te koka edhe për kush e di se sa vjet të tjerë, si një roje besnike e gjumit tënd pambarimt. Por të betohem, asfare nuk të mendova ty, as se si jo, të shtrirë në një arkmort, për të ikur me të vërtet nga kjo jetë, të cilën e deshe dhe jetove, duke ja marrë sa mundet të tëra orët e voglat natës, e duke ja pirë gotat e fatit me fund, ashtu si vinin, dhe duke ja tymosur kapituit me poat ëndje, qoftë kur ngjiteshin maj, e qoftë kur preke fundin, apo kur të hiqesh e bënjan. Po ja që erdhi befasisht për mua kjo ditë zije dhe mëra puna e vështirë të parës lamtumir, që kryetari I familjes më të madhe politikës shqiptarëve I jep jo thjesht një paraardhësi, por të parit kryetar themeluesit të familjes sonë. Dhe teksa rrotullohesha me sy anë përqark faqes bardhë në ekran, duke përpjekur të nxjerr nga duart fjalët e kësaj lamtumire, mu ndërmend ajo historia jote me vdekjen e Mao Zedongit. Dhe mu duk vetja fiks si ai drejtori I metalurgjikut, që duhet u thoshte diçka kinezëve të mbledhur në sheshin e madh të kombinatit pas lajmit të ndarjes nga jeta të kryetarit Mao. I hutuar prej situatës papritur, drejtori kërkoi mendje lartë në komitetin qendror, se ç'duhet bënte me turbën e kinezëve të grumbulluar në shesh që të ishte në lartësinë e ngjarjes. I thanë se do të pyesin lart fare dhe do t'i kthenin përgjigje. Por kur përgjigja po vononte dhe kinezët nuk luanin vendit, I shkreti drejtori ra përsëri telefonit në kërkim të orientimit nga lart. Na thoni që të bëjmë, tha, se nuk pret puna. Përgjigja që mori ishte çarmatose. Orientim nga lart fare nuk ka,
kështu që bëni siç keni bërë herë të tjera. Natyrisht që këtë herë është shumë ndryshe nga herët e tjera, edhe sepse njeriu që ikën sot pa kthim nga Tirana, ku lindi, u rrit, u adhurua, u anatemua dhe bëri histori, është një rast eti veçantë për të përcjellë me fjalët e rastit pa u bërë qesharak. Siç më duket mua të paktën se u bën ata që duke folur për ndarjen nga jeta të Fatosnanos, morën me të mirë tërë këto ditë veten e tyre. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk. Por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit të tij, nuk ka vend këtu në këtë eulogji. Ose jo, ka vend vetëm për një fakt. Nëse jam unë sot zëdhënësi i idhërimit krejt familjes madhe socialiste, kjo lidhet padyshim me intuitën dhe me guximin e kryetarit themelues për të mëftuar dhe dhënë vend në odën e shtëpisë sonë politike, duke thyer aso kohë një mur të madh ndarës me shoqërinë e kohës, kur shtëpia e socialistëve nuk që aerosur ende plotësisht nga era e shkuarës. E kam pyetur veten në kohë të ndryshme nëse Fatosnano e deshi apo jo barrën e kryetarit Partisë Socialiste. E nëse vërtet e mori përsipër apo ajo i ra mbi shpatulla me të tërë vlerësinë e faktit kryer ato ditë e net kur armata e shpartalluar komuniste kryente funeralin e Partisë Punës në mes shkretirës me flamurin e rreckosur të diktaturës proletariatit në gjysmë shtize dhe me moralin e rënë nën shuajt e këpucëve të shqyra nga marshimi 45 vjeçar drejt horizontit kuq, që vetëm largohej derisa u zhduk në gurmazin e konsumuar të komunizmit, i cili tamam në sallën e madhe të këtij pallati kongresesh nxirrte thirrjet e fundit për luftë me tërë planetin, teksa era e papërmbajtshme e ndryshimit që frynte e përplase mbi kongresmenët e kthente vajtimin e egërsh dhe dëshpërimit të tyre në një fishkëllim, sa qjerse, aq edhe qesharake, kur nga foltoria shpallej dorëzimi përpara realitetit. I gjendur aty, mes fytyrave verdacuge të udhëheqësve, gjemi mbytur nga ardhja e qametit dhe sekretarëve lëkurreshkur nga dielli i ara fabrika kantiereve, Qorri, siç e quanin shokët dhe e quanin mes nesh, më duket gjithgjë si protagonist dhe si peng, njëkohësisht. Fytyra e dy kumtim të kuadrit të ri të partisë, që punonte në Institutin e Marksizëm-Leninizmit dhe e profesorit Garip të ekonomikut, që tregonte barsaleta tallse për regjimin duke pirë raki dhe që luante Beatlesat dhe Rolling Stonesat me kitarën e tij. Nuk e kam dyshuar asnjëherë që pikërisht profili i tij jo skematik i dha Fatosnanos me hirin e pahirit, skeptrit e të majtës porsalindur pas varrimit të Partisë Punës. Por besoj se vetë uljegritjet e forta të rrugtimit të tij politik, përtej forcës përcaktuese të ngjarjeve, deri dhe të rënda fare ishin pasqyrë e pikërisht një dyzimi të thellë mes protagonistit të madh dhe pengut një detyre, për të cilës ai tentonte të arratisej sa herë që t'i jepej mundësia. Por ama që pikërisht ai dyzim, pjellë e natyrës tij jo dogmatike dhe as pak sistematike, i kombinuar me burgosjen absurde, e cila ekspozoi të gjithë dogmatizmin primitiv të pekmarsve, jo vetëm të Fatosit, por të vetë Lëvizjes Demokratike, që u bë fati i Partisë Socialiste dhe e bekoi Fatosnanon si lider të pak konkurrueshëm socialistëve, duke i dhënë Partisë Socialiste një frymarrje të re
dhe një perspektivë reale për të kthyer në forcë dominante e politikës shqiptare. Pas sakrificën e tij të imponuar, socialistët do të kishin pasur një fat më pak bujar, por dhe vetë Fatosi i pat sakrificë të imponuar mbase nuk do të ishte bërë një lider aq gjatë në një kohë trazirash e ngatresash jashtë e brenda partisë, ku leadershipi i tij ishte shumë më tepër frym se sa prezencë, shumë më tepër hapësirë se sa kohë, shumë më tepër improvizim se sa programim, e ku natyra e atij leadershipi së bashku me rikthimet e bujshme të kryetarit pas arratisjeve të tij përbën një material historik dhe sociopolitik me një vlerë të jashtëzakonshme. Për këdo që një ditë do të marrë përsipër ta zbërthejë vërtetësisht dhe jo ta mbërthejë hipokrizisht rolin vendimtar të Fatos Nanos, jo vetëm mbi atë që ishte në drejtimin e tij, po dhe për atë që u bë më pas Partia Socialiste. Në selinë e partisë që ai udhëhoqi, qëndron një foto, tani më e mirënjohur e tij, e cila për mua mbetet pamja më domethënëse e Fatos Nanos fill pas daljes nga burgu. Mbefason gjithnjë ndryshimi i hatashëm mes atij Fatosi dhe Fatosit prangosur para gjykatësve që e burgosun. Fatosi i gjyqit është presori i ekonomikut, që mbahet fort për sytë e popullit para burgosjes, pengi dyfisht i asaj dite kur i hodhen në kurriz barrën e madhe, që mbase nuk e deshi asnjëherë me gjithë shpirt, dhe i persekutorit tij xhahil, që e deshi me patjetër në burg. Ndërsa Fatosi tjetër, ai Selis, i sapo dali nga burgu, me dorën e majt që tregon përpara dhe syt që shkëlqejnë plot xixa, është një kafshë rrallë politike, që për te të gjithave dhe pavarësisht të tërave, kanë radhën më të parë meritën e madhe që Partia Socialiste nuk lëvizi asnjë moment nga graviteti i interesit kombëtar, çka përbën sot e gjithë ditën një tabu për PS-n dhe e bën PS-n krenare për qenien e saj, një zëdhënëse, një mbrojtëse dhe një promotore e palëkundur e interesave madhore të vendit dhe të kombit shqiptar. Ndër ata që e nderuan kryetarin ton me fjalë të mëdha pas vdekjes, ishin dhe ata që e ngritën dhe ulën tradhtar. Pse takoi Slobodan Miloševićin gjatë një aktiviteti ndërkombëtar në Selanik dhe për plot të tjera që nuk ja vlejnë t'i kujtoj. Unë e kam dëgjuar prej tij bisedën me kasapin e Beogradit dhe nuk e kam idenë nëse Fatosi e ka lënë të shkruar diku. Por jo vetëm që në atë takim në atë bisedë nuk ka asgjë prej tradhtari, po kur një ditë të dalin si duhet në dritë, fjalët e thëna në atë takim, si dhe takimet, bisedat dhe bashkëpunimet e Fatos Nanos me patriotët e lëvizjes kombëtare për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë askush nuk do të mund të vërë ndyshim se kontributi patriotik i kryetarit themelues partisë sonë për shirimin e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit e rendit Fatos Nanon në rreshtat e nderit të historisë së Shqipërisë. Pas varrosjes partisë punës, Fatos Nano ishte kyç në kalimin e shkretirës për socialistëve dhe në bashkimin e tyre me botën demokratike. E kam kujtuar dje gëzimin e tij pas takimit po në sallën e madhe bashkëngjitur, ku lajmëroi pranimin e Partisë Socialiste në Internacionalin Socialiste si një familje idesh progresiste të kohës së re. Si dita e diplomës kjo sot, më tha duke qeshur. Në krye të qeverisë vendit, atij ju desh drejtonte daljen e popullit nga shkretira e piramidave dhe rifillimin e shtetëndërtimit nga zeroja. Pas katrahurës
rrafshuese të vitit 97, duke u përballur me një opozitë primitive, hakmarrëse, destruktive, deri në sulmet armatosura ndaj institucioneve dhe ndaj tij, personalisht, fizikisht. Gjithsesi, kjo nuk është dita për të shkruar historinë e Fatos Nanos, po dita për t'i dhënë atij lam të mirën. I dashur Fatos, do të më mungojnë darkat e rradha miqësore, komunikimi ynë si mes shoferit të turnit parë me shoferin e turnit dytë për të njëjtën makinë, ku e kuptonim njëri tjetrin ajër dhe ku kur ndodhte të ndanim ndonjë dilemë strategjike, këshillat e tua vinin të qëruara mirë, duke më ndihmuar shumë për të vënë pikën mbi i. Ndërkohë që kur mendoj se çfarë katër rotaku sovjetik more ti dorëzim në turin e parë, me çfarë mjeti më të mirë mora unë prej teje në dytin, për ta kthyer Partinë Socialiste në brandin e shpejtësisë për Shqipërinë Europiane që është sot, më vjen krejt natyrshëm të mos të them lam të mirë, po thjesht mos vdek shkur Fatos Nano. Përpara se të japim lam të mirën ish kryeministrit të Shqipërisë, Fatos Nano, i dekoruar me kordonin e madh me yll të mirënjohjes publike, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Të pranishëm, familjar, miq, shok, të afërm e dashamirës. Jam thellësisht i prekur nga gjithë vëmendja për kujdesja dhe dashuria juaj që kam ndjerë për babain tim në këto ditë të vështira për familjen tonë. Ju jam mirënjohës për fjalët e ndjera, mesazhet e panumërta, telefonatat nga të katërt anët të botës në nderim të tij. Në emër të familjes, ju shpreh mirënjohje shqiptarëve ku do ndodhen, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malin e Zi dhe diasporë. Familjen time e ka lidhur thellësisht fati me popullin shqiptar, dhe ne kemi ndjerë mbështetjen e njerëzve që e kanë dashur Fatosin dhe familjen tonë shpesh dhe të qartë. Por sot është një ditë ndryshe. Sot Fatos Nano, babai, bashkëshorti, gjyshi, daja, miku, lideri, ikën nga kjo botë, por vetëm fizikisht.